Donald Trump duket se ka kërcënuar Iranin me veprime ushtarake duke paralajmëruar se ushtria amerikane është e armatosur dhe gati për luftim. Qëndrimin e tij presidenti SBA-s e bëri të qartë përmes një postimi në platformën Truth Social, ku përshkallzoi retorikën ndaj regjimit iranian. Nëse Irani qëllon dhe vret protestuesit paqësor siç e ka zakon, Shtetet e Bashkuara do t'i ndihmojnë ata. Ne jemi të gatshëm për të vepruar, shkroi ai. Kërcënimet e Trumpit vinë në kohën kur protesta kanë shpërthyer në të gjithë Iranin, me mjaft tubues që bëjnë thirrje për rrëzimin e Ayatollahut Khamenei. Mesazhi i Trumpit vjen si shenjë mbështetjeje për protestuesit që përballen me një shtypje brutale nga forcat iraniane të sigurisë, 5 ditë pasi nisën protestat për shkak të gjendjes ekonomike dhe që rezultuan me disa vdekje e 10 të arrestuar. Protestat shpërthyen fillimisht në Teheran në 28 dhjetor, pas kolapsit të kursit të këmbimit të monedës kombëtare kundrejt dollarit amerikan, teksa inflacioni mbriti në 52%. Ato më pas u përhapën dhe në rajone të tjera. Në komente të dërguara sot radios Farda, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se protestat pasqyrojnë zemrimin e kuptueshëm të popullit iranian ndaj dështimeve dhe justifikimeve të qeverisë së tij. Në përgjigje thuhet se regjimi iranian vazhdon të shpërdorijë pasurinë e Iranit për të sponsorizuar terrorizmin në mbar botën dhe për të shtypur popullin iranian, i cili dëshiron dhe meriton një jetë më të mirë. Ne do të vazhdojmë të ushtrojmë presion maksimal mbi këtë regjim, deklaroi Dash.